Billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Atë falenderojmë, faljen, ndihmë, rahmet, bereqet prej tij kërkojmë. Salatet dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin e tij të pastër, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ngushtë, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e Allahu xhalla shanuhu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju të cilët i ndëgjoni këto këshilla, paqja, mëshira, begatia Allahu xhalla shanuhu qoftë mbi ju dhe familjen e juaja. Allahu xhalla shanuhu në surën Ahzab, në ajetin e 70 e di, thot kështu: ne u ofruam emanetin maleve, tokës, qiejve, por ato u friksuan ta pranojnë ato, dhe ato e pranoi njeriu. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla shanuhu në këtë ajet kuranor për emanet e ka fjalën për namazin, e ka fjalën për agjerimin, e ka fjalën për zeqatin, e ka fjalën për haxhin. Si emanet i parë namazi, Allahu xhalla shanuhu në surën Bekare në ajetin 183 thot: dhe faleni namazin me përkushtim ndaj Allahu xhalla shanuhu e xhalla xhelaluhu. Hazreti Aliu radhiyallahu anhu kur i vinte koha e namazit që ta fal, atij i zbeheshte fitira dhe u afruan sahabët edhe i than: ja Ali, çka është kjo gjendje? Pse tu zbeh fitira? Tha: jam duke e kry një emanet të Allahu xhalla shanuhu, që ai këto ja dha maleve, kodrave, qiejve, por ato u friksuan. Andaj këtë fars jam duke kryer unë dhe inshallah e kryej ashtu siç e lip Allahu xhalla shanuhu. Frika ime është te kjo se a thua vallë do ta kryej namazin ashtu siç ka urdhëruar Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, donjëherë duhet të pyesim veten tonë: pse ne largohemi nga mëshira? Pse ne largohemi nga begatitë e Allahu xhalla shanuhu? Mëshira e Allahu Teala, qetësia është tek namazi. Njeriu duke rënë në sejdë, duke i bërë dhikr dhe ibadet Allahu Teala, shpirti jon, zemrat e tona gjejnë qetësi me përmendjen e Allahu xhalla shanuhu e xhalla xhelaluhu. Njeriu përveç se i përmbahet këtyre emaneteve si namazi, agjerimi, haxhi dhe zeqati, ka edhe disa emanete tjera të cilat ai mbart në trupin e tij. Emaneti i parë të cilën ai e mbart në trupin e tij është syri i tij, ku Allahu xhalla shanuhu në surën Nur thot: dhe thuaj besimtarëve, le ta ulin shikimin e tyre. Ne pse jemi në prag të muajit të Ramazanit dhe kemi bërë hyrje në muajin e Ramazanit, muslimani agjeron edhe me qenjen e tij fizike, por edhe me qenjen e tij shpirtërore. Andaj kur jemi me agjerim, kur jemi me Ramazan, të kemi kujdes me emanetin ton, syrin ton, që mos mëkatojmë ndaj Allahut Teala, që të mos bëjmë mëkate, por këtë sy të cilën ai ka dhënë Allahu xhalla shanuhu në formën më të bukur të përdorim për leximin e Kuranit dhe për dhikrën ndaj Allahu xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu. Si emaneti i dytë të cilën njeriu e mbart në trupin e vet është edhe lukthi i tij, ku Allahu xhalla shanuhu në surën Ali Imran thot: o ju të cilët besuat, mos hani haram, mos hani kamat, mos hani faiz. Kurse si emaneti tret është gjuha e besimtarit, ku këtu të gjithë ngadal jemi duke mbetur në provim, ku Allahu xhalla shanuhu në surën Huxhurat në ajetin e 12 na thot kështu: dhe mos flisni për njëri tjetrin dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Na e këtë gjuhë, na e ka falë Zoti që ta përmesim të madhërishmin Allah xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu, që të dërgojmë përshëndetje dhe salavate për Resulullahin alayhi salatu wasalam. Thot pejgamberi i Zotit: ai i cili ma siguron gjuhën, ja kam siguruar xhennetin. Ibn Kaimi e ka një fjalë shumë të madhe dhe të bukur. Thot:
asnjëherë nuk i kam rënë pishman fjalës të cilën se kam thënë, gjithmonë i kam rënë pishman fjalës të cilën e kam thënë. Hazreti Aliu radiallahu anhu thot një fjalë të bukur dhe të madhe. Thot, përderisa unë e kontrolloj fjalën, jam zotruesi i saj. Në atë moment që ajo del nga dhëmbët e mia, atëherë unë bëhem robi i saj. Për këtë, të nderuar vëllezër, ne si musliman jemi të obliguar që gjuhën tonë ta mbrojmë nga haramet, nga përgojimet, nga gibetet dhe nga të ndaluarat. Dhe si emanet tjetër është edhe veshi i besimtarit, ku Allahu Teala në surën Isra, në ajetin e 36 thot, dhe mos qëndroni mbi ato të cilën nuk e dini. Për gjithë këto këshilla, për gjithë këto mirësi, për gjithë këto fjalë të cilët i ka përmend Resulullah a.s. Dhe këta ajete kuranore, ne mundet që t'i gjejmë në Kur'anin famëlart, i cili është edhe ky emanet i Allahu Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Allahu i madhërishëm në ditën e gjikimit do t'i thot Leuhi Mahfudhit, ej Leuhi Mahfudh, ku është Kur'ani, çka bëne me Kur'anin? Ato ja Rabbi ja dërzova Israfilit, ja dërzova Mikailit, ato ja dërzuan Gjebrailit a.s. Ja Gjibril, çka bëne me Kur'anin famëlart? Ato sot ja dërzova Muhammed Mustafa a.s. E ta shko dhe ringjallë Muhammed Mustafa a.s. me butësi dhe sjelle përpara meje, ta pyes edhe ato se çka ka bërë me Kur'anin. Dhe thot, ja Muhammed, çka bëne me Kur'anin? Ja Rabbi, siç ma zbrite ti, ato ja u shpjegova sahabëve, shokëve të mi dhe atyre të cilët do të vinë pas, të cilët kanë ardhur pas. Allahu Gjeleshanuhu thot, e tash ringjallni umetin e Muhammed Mustafa a.s. që t'i pyes edhe ato se çka kanë bërë me Kur'anin. A e kanë lexuar ato? A e kanë praktikuar ato? A e kanë mësuar ato? Resulullah a.s. kur e ndëgjon këtë urdhër të Allahu Gjeleshanuhu e Gjelle Gjelaluhu, i thot, ja Rabbi, ma mundso që të takohem me Ademin a.s. Allah i madhrishëm ja mundson pejgamberit që të takohet me Ademin a.s. Dhe i thot, o baba i njerëzimit, ti je baba i njerëzimit, unë jam pejgamberi fundit. Andaj të lus ti që ti marrësh gjysat e gjunaheve të umetit tim, kurse gjysat tjera do t'i marr unë. Në qoftë se këta dënohen, do të jemi ne ata të cilët do të mërzitemi, sepse umeti im nuk mundet që ta gjej forcën dhe t'i përgjigjet Allahu Gjeleshanuhu në pyetjen që ai do t'ja u boj se ku e ka lënë emanetin, Kur'anin e Allahu Gjeleshanuhu Gjelle Gjelaluhu. Hazreti Ademi a.s. thot, nefsim, nefsim, nefsim ja Muhammed. Thot, unë jam në derdin e nefsit tim, unë jam në derdin e nefsit tim, unë jam në derdin e nefsit tim ja Muhammed. Resulullah a.s. nuk e ndalon që të kërkoj falje për umetin e ti, dhe shkon në arshin e Allahu Teala, dhe bie në sejdë dhe fillon që t'i lutet Allahu duke i thënë, ja Rabbel Alemin, nuk lyp, nuk kërkoj që të ma shpëtosh shpirtin tim, nuk lyp dhe nuk kërkoj që të ma shpëtosh Fatimen, bijen time, nuk lyp dhe nuk kërkoj që të më shpëtosh nipnat e mi Hasanin dhe Husejnin, andej kërkoj që të ma shpëtosh umetin tim, umetin tim, umetin tim. Resulullah a.s. do të kërkoj shefaat për ne, andaj ne le ta mësojmë Kur'anin famëlart, le ta lexojmë atë dhe le ta praktikojmë atë Kur'anin famëlart, fjalën e Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelaluhu. Ata të cilët e lexojnë këtë Kur'an do të hasin në një ajet kuranor në surën Duha, ku Allahu Teala thot, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dhe Allahu Gjeleshanuhu ti Muhammed do të jep derisa ti të jesh i kënaqur. Për çka e ka fjalën Allahu Teala? Për shefaatin, për ndërmjetësimin e Resulullahit a.s. për umetin e vet. Të nderuar vëllezër, tek Allahu Teala ndërmjetësues
është Muhammed Mustafa a.s. është Kurani famëlart, është agjerimi. Andaj ato pjesë të cilët i përmenen pak më larg, si goja e njerut, si syri i tij, si veshi i tij, si lukthi i tij, të mos jem pjesë e mëkateve, por jem pjesë e ibadetit dhe përkujtimit të Allahu Teala, ku në ditën e gjykimit i madhërisht Allah thote: o ju të cilët keni agjëruar, hini nga dera e xhennetit, nga dera Rejhan, dhe melekt të na presin në atë derë dhe të na thuan: Esselamu alejkum, paqja, bekimi i Allahut qof mbi ju, hini në xhennetin e Allahut dhe qëndroni përgjithmonë. Lusim Allahun xhaleshanhu që ibadetet tona të na i pranon, sadakat tona të na i pranon, zeqatet tona të na i pranon, rinin ton të na uzon. Mos harroni të nderuar vëllezër, gjithmonë aty ku flisni mirë, thuni elhamdulillah, aty ku gaboni, thuni astaghfirullah, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.